Partia Socialiste ka publikuar e para emrat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. 186 kandidatët për 12 qarqet e vendit janë bërë publik një për një nga drejtuesit politik të qarqeve. Ashtu siç ishte paralajmëruar në listat e mbyllura ku janë vendosur deputetët e sigurt, bie në sy dhe përfshirja e emrave të rinj, pjesa më e madhe nga platforma Deputeti që duam. Natyrisht nuk kanë munguar surprizat si në listat e mbyllura ashtu dhe të hapura. Ministri i Arsimit Ogerta Manasirliu, drejtuese politike e qarkut të Tiranës, prezantoi skuadrën me 49 emra kandidatësh, ku i pari në listën e mbyllur është kreu socialist Edi Rama, i pasuar nga vetë Manasirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikolla, Adea Pirdeni, Tauland Balla dhe Iris Luarasi, ndërsa bie në sy që pjesë e listave të hapura janë Denaj, Braçe, Majko, Gjaçka, Mimi Kodheli e të tjerë. Për qarkun e Fierit, emrat janë prezantuar nga drejtuesja politike Belinda Balluku, e cila kryeson dhe listën e mbyllur prej 5 kandidatësh, ndërsa 16 emra do të jenë tek lista e hapur. Për qarkun e Elbasanit, në 19 emrat në listë të mbyllur është drejtuesi i qarkut Arbian Mazniku, që ndiqet nga ministrja Bora Muzhaqi dhe Evis Kushi. Deputeti PS-s Eduard Shalsi, njëkohësisht kreu politik për qarkun e Kukësit, prezantoi listën me emrat e kandidatëve të listës së hapur dhe të mbyllur. Në listën e mbyllur ndodhet vetëm emri Shalsit, pasi Kuksi ka vetëm 3 mandate deputetësh. Por ajo çfarë bie në sy është përfshirja në listën e hapur të ish-deputetit të Partisë Demokratike Alban Zeneli me profesion ushtarak. Kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Sako, njëkohësisht dhe drejtuesja politike e këtij qarku, ka bërë me dije emrat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Drejtuesi i PS-s në qarkun Vlorë, Bledi Çuçi, ka bërë me dije 16 emrat e kandidatëve, ku listën e mbyllur e kryeson vetë ai. Drejtuesi politik i Shkodrës, Benet Beci, ka prezantuar dhe ai listën e deputetëve për qarkun e Shkodrës, ku bie në sy kryesimi i listës së mbyllur nga Mariana Koçeku, një prurje kjo nga platforma Deputeti që duam. Ajo çfarë bie në sy është largimi nga lista i Paulin Sterkaj dhe Agron Çelaj. Për qarkun e Lezhës, lista me 9 emra u publikua nga drejtuesi politik Ulsi Manja, i cili kryeson dhe listën e mbyllur, por ajo çfarë bie në sy është dhe prania e një emri prej diasporës. Për këto zgjedhje, drejtuesi politik i qarkut Korç, Niko Peleshi, ka zbuluar 13 emrat, ku në listën e mbyllur është vetë ai, Romina Kuko dhe Gentian Lakollari. Lista e socialistëve për qarkun Gjirokastër është prezantuar nga Mirela Kumbaro, ku në gar janë 5 kandidatë dhe Kumbaro është në listën e mbyllur. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun Berat, Ervin Demo, ka publikuar 9 emrat e kandidatëve socialistë për deputet në këtë qark, të cilën ai e quajti si harmoni mes të rinjve dhe të vjetërve. Blendi Klosi ka bërë publike 7 emrat për qarkun e Dibrës, ku 6 prej tyre garojnë për herë të parë. Të 186 emrat e kandidatëve të Partisë Socialiste u bën publike pas takimit të kryeministrit Rama në selim me drejtuesit politik të 12 qarqeve.